njohin kafshët e tyre si ashtu si fëmijët, kështu që e ka njohur çdo shqetësim të mundshëm për sa i përket fermës së zonës, në periudhën që shfaqet sëmundja dhe kemi rastin pozitiv, thashë një herë, duke qenë se ka qenë një periudhë që është në pjedhje dhe janë në këtë rastin në fjalë është një fermë e lidhë dhe ka qenë keca, gjithmonë në diagnozën diferenciale që ne bëjmë, siç janë sëmundjet që mund të jenë të transmetueshme ose sa më të prekshme, ishte edhe pjesa e galaksisë, sepse janë disa masa profilaktike që kryen nga vetë fermerët. Dhe ne kemi bërë dhe kontrollin e plot të vaksinimit që ishte i kryer nga pjesa e fermës për gjithë pjesën e dokumentacionit, por do të theksojmë një gjë që e thashë pak më lart, duke qenë se janë zona ndërkufitare, janë në vijë ajrore, ferma ishte diku tek 5-10 kilometra me Maqedoninë. Do të thotë që dhe në ndërgjegjësimet që ne bëjmë, i vëmë shumë rëndësi dhe mjeteve transportit, kusheve të mbajtjes dhe lëvizjes si edhe të ushqimeve dhe mjeteve të punës. Sepse kalimi ndoshta në këtë rast kemi që fermeri nuk ka bler kafsh, ishte ferma e pa ndryshuar, pa futur kafshtëria, por dhe lëvizjet në shtetin fshin me mjete ose me ushqime ose me persona të tjerë mund të jenë një nga shkaqet e transmetimit të sëmundjes. Gjithashtu, një ndër gjërat të tjera është edhe lëvizja e kafshëve të egra, sepse janë sëmundje ndërkufitare që në rastin fjalë janë shumë afër në vijë ajrore, mund të jenë nga 2 e më lart kilometra që besoj pak më shumë shupenza me bllakun. Edhe një pjesë, duke qenë se edhe kullota janë ku kafshët shtektojnë dhe janë në kullota dhe lëvizja e kafshëve të egra, por thashë një ne i kemi vënë theksin për sa i përket gjithë ndërgjegjësimin që kemi bërë me fermerët për të bërë të mundur dhe të njohojnë edhe ata diçka që nuk i vënë re ose mund të jetë nga shikimi i tyre mund të jetë si gjë e pa rëndësi, por mund të jetë fatale për pjesën e shëndetit të tufës. Duke ju rikujtuar gjithë blegtorëve shenjat, në fakt, do doja t'ja rikujtonit ju, edhe çfarë përbëhet konkretisht me ndërgjegjësimin e këtyre blegtorëve, sepse besoj ju tani sporrini vetëm të qarku Dibër, po aktiviteti i edukimit është në ferma në gjithë Shqipërinë, në ndërgjegjësimin. Për sa i përket shenjave, shenjat e para janë temperaturë e lartë, ka anoreksi, humbje të lëngjeve ose të në peshë ka humbje? Në peshë dhe gjithashtu për sa i përket ka diare dhe ka pjesa gingiva, ka nekroz. Për sa i përket ndërgjegjësimit, ne kemi bërë takime me gjitha njësitë administrative dhe për sa i përket edhe me pushtetin vendor me zonat e mbrojtura, kemi bërë ndërgjegjësim dhe me policinë kufitare, ku është zona e Gjelbër, sepse në njoftimin e rastit pozitiv me njëherë është ngritur qendra kombëtare e krizës, ku janë pjesë dhe autoritetet dhe institucionet homologe nga ministritë e tjera. Në këtë marrin pjesë dhe pjesa e policisë kufitare për të pasur ndërgjegjësim dhe njoftim për pjesën e lëvizjes të kafshëve. Gjithashtu, në vazhdim të vitit që ne lam pas, dua të theksoj një gjë shumë të rëndësishme që Ministria e Bujqësisë është në fazën finale të VKM-s për dëmshpërblimin e të gjithë fermerëve që janë të dëmtuar në vitin 2025.